apo edhe për këtë manjatin e makinave të shtrenjta, personazhin e Top 7, zotin Bishaj, edhe ky një personazh I cili normalisht është vënë edhe ky në hetim nga Spaku dhe I është sekuestruar prona për të cilat po flasim, apo po duheshti edhe për Ilir Shtufin, për një personazh kontravers I cili herë shikon si pjesë e maxhorancës, duke qenë se merr pjesë domethënë tek Unaza e Madhe e Tiranës, te loti 4, dhe del qartazi edhe tek bisedat e Ervis Beberit që bën me zonjën Belinda Balluku, por edhe si personazh I cili ka mëkuar familjen Berisha, edhe këtu ne e dim fort mirë domethënë që gojet e liga, jo unë, se unë nuk e kam tagër, sot edhe djali I zotit Berisha jeton në vilën në Rollin Hills të dërtuar nga zoti Ilir Shtufi. Të paktën kjo gjë flitet. Apo edhe për faktin që ky personazh është duke ndërtuar një nga ndërtesat më të larta në Shqipëri, malin e Tiranës, aty ku ka qenë dikur Disco Club Albania për ata që e kujtojnë, një ndërtesë e cila është vetë thjesht për ta kuptuar për pak informacion, është 30 metra, minimalisht 30 metra nën tokë. E qartë. Dhe është 158 metra mbi tokë. Pra, Kulla më e lartë. Kulla më e lartë. Pra, që të flasësh për të tilla, le të themi, ndërtesa, ku vetëm taksa e infrastrukturës shkon 15 milion euro, vetëm taksa, pra ti do ta paguash taksën e infrastrukturës, pastaj fillosh punosh. Pra vetëm kjo ka një shumë marramendse. Imagjino për ta bërë tani. Pra po flasim për personazhe të cilët parati kanë pasur me me maune. Sepse të thuash me ekskavator apo kështu me maune, në kuptimin e plot fjalë. Nga kanë ardhur këto para? Ska ECC-ja, hetimi Spak, na tregoka që të gjitha këto para vika nga bota e nëndeshme e drogës. Dhe një gjë që shumë e rëndësishme që ndoli nga mendja. Gjithë kjo histori pse ka filluar? Të paktën sipas hetimit të Spakut, nga përgjimit që ka bërë, le të themi Interpoli Europian dhe prokuroria belge në lidhje me Bashkim Osmanin. Bashkimi Osmani nuk është një personazh I njohur në Shqipëri, por është një personazh shumë I njohur në botën europiane, le të themi në ato zyrat e Interpolit Europian. Vëllezërit Osmani ose të quajtur klani Osmani janë kosovar, drejtohen nga ky bosi sipas mediave, sipas prokurorisë belge, që quhet Bashkim Osmani, Qazim Bekim dhe nuk më vjen emri, Burim Osmani, të cilët ky Bashkim Osmani që në krye të herës që para 20 viteve ka qenë martuar me një shtetase gjermane dhe ka filluar të gjithë atë le të themi biznesin e tia të cilën e ka kamufluar me hotele sa në Majorka, sa në Belgjik, sa në Gjermani, sa në Francë, po kryesisht në Spanjën jugore dhe pastaj edhe për të kaluar në Amerikën Latine, të kamufluar pastaj me dërgesat e shumta në ton, po flasim, të kokainës. Të gjitha këto janë hetime tashmë të kryera nga detimi prokuroria belge, ajsa para 2-3 vitesh, në një aksion, më duket në 2022, në një aksion të gjithë Interpolit Europian, ku morën pjesë rreth 600 inspektor, policë inspektor, për në këtë aksionin e madh që u zhvilluar ndaj klanit Osmanit. Ju sugestruan miliona euro, 30-40 milion euro, kriptovaluta pafund, pasuri të pafundme. Pse e thash këtë? Sepse klani Osmani ka qenë ajo ndërlidhja që ka pasur Artur Shehu dhe bota e le të themi e nëndeshme e këtyre të cilët sot janë në hetim nga Spaku dhe në pranga disa prej tyre, pikërisht me këtë klan. Pra, ka qenë një konglomerat I madh shqiptarësh të lidhur me botën e krimit, të cilët kanë dashur në një mënyrë apo në një tjetër, kanë vënë piketat e tyre duke filluar nga Imara dhe deri në Darzez, pra pjesën më të mirë të bredetit shqiptar, për ta bërë pjesë të tyre. Deri diku, për mos me thonë e kanë arritur totalisht, sepse të gjitha përgjigjet e Spakut arrin deri në pikën sa, le të themi njollosin, nuk e di pra sa është e mundur, por e njollosin edhe emrin e një nga biznesmenët më të rëndësishëm të Shqipërisë dhe të Ballkanit, po doni juve, si zotin Zamir Mane.
Po, përmendet aty. Përmendet në atë. Nuk e di se sa implikuar mund të jetë zoti Mane këtu, sepse s'duhet të vedojë në zjarr, po flitet domethënë që edhe për ndaj atij. Episodi është që Zamir Mane si kanë kërkuar që të përfshin një pjesë të pronës së tyre, që ky grup kishte pronësi ta përfshinin pjesë të projektit. Dhe kjo gjë ka ndodhur. 3 milionë euro. Po dhe kjo gjë ka ndodhur. Se kërkoi 3 milionë euro pagesa. Por për Green Coast. Dhe kjo gjë ka ndodhur. Pra, domethënë, ajo për të cilat flitet që ka dalë nga Sky ECC-ja, se ato kanë qenë indicie, mos e bëjmë edhe një herë këtë lloj debati. Indicet të çojnë te prova, dhe prova është kjo. Ti shkon në Green Coast dhe shikon që kjo gjë ka ndodhur. Unë yshtem të besoj që kjo do jetë një hetim shumë serioz dhe nuk do përfundoj si ato 50 e Lalierit apo ato trindelinat e Lalierit, të cilat dolën në arrest shtëpie dhe diku në punë vullnetare në komunitet, as punë vullnetare në komunitet nuk bën ato. Tani është vap, nuk dalin. Avokat. Po. Tani të pyes dhe për Zvërnecin, sepse në rastin konkret SPAK ka sekuestruar, le të themi, transaksionin që kanë bërë 2 vëllezërit nga Katari drejt Artur Sheut, që kërkonin t'i blinin pronën. SPAK sigurisht e ka sekuestruar për momentin, derisa nuk e di se çetim do bëhet tani. Për Zvërnecin si e shikon këtë histori, se nuk kemi pasur mundësi ta diskutojmë. Ka projekt, s'ka projekt, ka leje ndërtimi, s'ka leje ndërtimi, kush e ndërton, kush nuk e ndërton. Këtu janë një pyetje, po 3-4 të bëra. Tani, që ka leje ndërtimi, kjo është bërë publike. Pra, ka dalë, është publikuar dhe pa dokumentacion dhe pas bardhje leje, nuk diskutohet, nuk është, po që është miratuar leje, është miratuar dhe kjo është e pa diskutueshme. Që të miratohet leja pa projekt, kjo sërish është e pa diskutueshme. Që në Shqipëri nuk ka në një resort apo në një zhvillim të ketë projekt, ne këta e kemi parë. Kemi parë unazën e madhe që është pandehur aktualisht zonja Balluku, ku nuk ka pasur projekt. Pra, në Shqipëri projektet janë dytësore ose më saktë nuk ka fare. Mjafton zhvillimi dhe bëhet pa projekt, pa preventiv. Edhe kjo ka ndodhur dhe në Zvërnec, është dhënë leja, tani do zhvillohet sipas interesave të grupeve kriminale, ashtu siç donin ata, po ata nuk kanë qëllim që të mbrojnë zonën, ashtu siç është me vendim të ndikimit mjedis etj, po do zhvillohet zona ashtu siç e intereson grupeve kriminale. E të mos harrojmë që këtu në këtë zonë, edhe në të gjithë Shqipërinë, kemi një bashkëpunim në 35 vite dhe unë bashkohem plotësisht me protestuesit. 35 vite veprimet kriminale të gjitha aktorëve politik kanë mbështetur njëri tjetrin. Të mos harrojmë që ka filluar tjetërsimi pronës shumë vite më parë. Nuk diskutohet që ka qenë pjesë edhe drejtësia. Pra këtu kemi një drejtësi politik, opozit e pozit që bën bashkë për të llabëruar Shqipërinë. Edhe kjo ka ndodhur në Zvërnec. Gjykatat kanë dhënë vendime me dokumentat falsifikuara, kanë përfituar vetë pasuri sepse ka dalë publikisht që kanë përfituar gjyqtarët pasuri në atë zonë. Edhe kjo është shmenduri që të bësh korrupsion kaq hapur. Dhe ajo që është më e rëndësishme është t'i vënë vulën, dalin krimi organizuar, pastron paratë politikanëve dhe investorët. Ku është se nuk është sekuestruar kjo pasuri? Edhe na vin gjoja me Demek, do na vi dhëndrit Trumpit, ne do investoj një projekt madhor. Janë mashtrime. Janë lekët e politikanëve shqiptar aty. Ato do investohen. Të mos harrojmë që këtu kemi vjedhje pafund, duke filluar plazhi Generalit, Qerreti, Bishpora, kemi Nartën e tjerë me radhë, janë të gjitha me dokumentat falsifikuara dhe është një hetim që ka ndodhur nga Prokuroria e Tiranës dhe pikërisht unë do t'ju jap edhe numrin e hetimit dhe procedimit, sepse është hetuar dhe është pushuar në kohën kur ka qenë pikërisht Dumani ka qenë prokuror ose titullari i prokurorisë në lidhje me task force në Tiranë. Dhe është procedimi penal me numër 3146 i vitit 2008. Të gjitha zonat janë hetuar dhe në përfundim, në konkluzione përfundimtare, ndryshohet prokurori dhe hiqet dhe pala i heq dorë prokurori nga konkluzionet, nga akuza që ka bërë. Edhe pushohet çështja. Po pse ndodh kjo? Unë kam lexuar janë veprime korruptive ndër vite. Pishporoja përmendet aty, ë? Pishporoja përmendet tek përgjimet që i thot ai në atë kohë në vitin 2009 ka mbështypje, është mos gabojmë diku në janar për të qenë korrekt 2009-s, i thot fol që të fusin me urgjencë dhe pishporon.
Ja po të lexoj. Po të lexoj një pjesë të përgjimeve. Në datën 11/1/2009, bashkëbiseduesi shkruan të martën mbledhje në KRTSH. Edhe i Pandeuri e kam për Bishporën, thot, kërkoj Bishporën. Dhe në datë 12, një ditë mbrapa, po fola, thot, do dalë zyrtare, do takoj. Po në 13 është miratuar, për 3 ditë është shitur gjitha ajo zonë. Për 3 ditë. Po, është e vërtet të përgjim, sepse jam në djeni të këtij përgjimi. Atëherë, pse nuk hapen këto? Pse nuk hapet kjo çështje prap? Apo se dalin politikanë, se det prokuroria e përgjithshme, dalin të gjithë bashkë. Po Dumani ka këto. Kjo është ajo. Edhe këtu kemi mbi 20 akte ekspertimi që dalin dokumentat falsifikuara. Pse nuk është hapur? Pa i ka Dumani ka këto. E skaj që janë përgjime që janë të dyshimta, edhe nuk marrin përgjimet tona që janë përgjime procedurale, të bëra me vendim gjykate. Pa i ka Dumani këto avokat. A mund t'i kërkoj Altin Dumani si prokuror në SPAK t'ia kërkoj këto përgjime prokurorisë Tiranës? Të njëjtën dosje që ka pas dikur. Edhe pos nuk i pat. Ja këto i kam unë, ja u vë unë dispozicion, nuk ka problem. E kam unë si din originale, me përgjimet originale. Si mundet të pretendohet që prokuroria nuk ka informacion? Ka, po çfarë ndodh? Andi, shikohet tani çfarë ka ndodhur. Prokuroria e përgjithshme e ka ndruar prokurorin në konkluzione përfundimtare dhe mbas saj e ka Pandeuri aksioner. E ka punësuar ai, sepse ngeli pa punë, e futin punë se i bëri nder jetë ajo. Ja them dhe emrin se nuk e kam problem, Xhillari, bëhet fjalë për Xhillarin, ai ka gisht aty, 1.200.000 metra katror tokë. E kemi me përgjime procedural. Çfarë bën kjo prokuroria jon? Pse nuk hapen këto çështje? Pse nuk hapen? Ka dhe djalim, ka 1 metër katror tokë atje. Duhet ta gëzoj djalim, djalë juaj, familja tona. Nuk janë këto bën pasur, bank tjetër aty me pasurinë kombëtare. Tetoj Dumani, mos merret me cicmice. Jo përgjimi dhe futet, se me të drejtë kolegu im e tha, zoti Ore Sota, ka një baba që ka një jetë të tërë me fushën e ndërtimeve. Si mundet tani që të dalim ne të hetohet për pastrim produkti sepse ai justifikon para. Edhe nesër do t'i kthehen, po pse kaq budallëjemi ne shqiptarët, që na gënjesh ti, po heton ti Ore Sota, ne dim shumë mirë që ai ka të ardhurat ligjshme. Pra këto janë fluska sa puni për momentin, që të bindim ne, gjoja po bëhet punë, qa punë është këmë, hetojmë dhe si është marrë kjo pasuri, hetojmë kush janë zyrtarët e korruptuar. Ka ardhur koha Andi që Shqipëri të marrin përgjigje grabitja pronave. Nuk mund t'jemi, ne jemi vetmi vend në gjithë Europën që kemi probleme pronash. Shkon Maqedoni s'ke probleme pronash, shkon Kosovë s'ke probleme pronash. Te ne ka, pse? Sepse gjykat, prokurori, polici, shtet, kryeministër, janë gjithë bashkë për glabëruar pronën shqiptare. Ne e qartë. Mirë, faleminderit. Është turpshme të dali Berisha të ofendoj protestuesit. E kupton ku jemi apo jo? Ja, do të diskutojmë. Ja, kauza aq të ligjshme, aq të ndershme, aq të pastra sa se ke ide. E diskutojmë sa të mbyll dhe çështjen e Zvërnecit me Nardi dhe do të diskutojmë avokat dhe e di që do duhet të largoni pas diskutimit të çështjes së protestës, por sa të kemi mundësi unë tash do t'ja marr pak kohën. Avokat, çështja e Zvërnecit e kemi diskutuar vetëm një pjesë në momentet fillestare të gjës, por në kushtet ku jemi aktualisht kanë kaluar le të themi 12 ditë protesta. Çfarë është 13? Okej, sot bën 13. Sot është 13-a. Tani, çfarë ka ndodhur? Ku jemi me Zvërnecin? Ka le ndërtimi, s'ka le ndërtimi? E shpjegoj pak Langozi, çfarë dini më shumë? Ju keni thënë që janë 93 familje. E kam domethënë ne kam tepër të transparencë gjithë historisë. Po shiko këtu tani, sikur në do të shpesh në Shqipëri, këtu kemi një mentalitet të ngushtë komunist. Në të gjithë aspektet, këtu çdo gjë bëhet njerë dhe pastaj rregullohen letrat. Dhe në rasti konkret, Langozi sapo ta tha, domosdoshmë mos përsëritim njëri tjetrin. Jo, nëse këtu është fakt mos të rinderuar që është dhënë leja e zhvillimore. Tani unë se kuptoj, domethënë nuk dua të jem domethënë një jurist më i ditur i Shqipërisë. Por në momentin kur jepet një leje zhvillimore, minimalisht ka një projekt fillestar.
Nuk po them që ka një projekt të qëndrueshëm përfundimtar, por minimalisht ka një projekt fillestar. Në momentin kur ka një projekt fillestar, dalin dhe le të themi rekuizitet ose ana financiare së gjës. Dhe herën e kaluar ku më ke pyetur për këtë gjë kam thënë, zoti kryeminist në fillim tha, ore tha si s'keni turp, tha juve ja dini, tha dhe përçmoni, tha një pronë e cila do vinë ata, tha do shpenzoj këtu 4.5 miliard euro. Investim, po. Ore zoti kryeminist, pse nuk thua 10 më burr? Gënjeshtër ndore ke? Pse thua 4.5 nuk thua 10? Ose pse nuk thua 2, nuk thua 6? Pra nuk është kjo historia e gjës. Prit, e para. E dyta, ka diçka domethënë, nuk mund të nisësh as edhe një herë me idenë domethënë që këtu nuk ka një projekt, sepse nëse s'do kishte projekt, nuk do shkonin njerëzit, do të vini gardhin asaj. Është dhënë leje ndërtimi për atë gardhin, nga përshtypja është leje veçantë tek KKT-ja, të Këshillit Kombëtar i Territorit, sepse kam lexuar. Ka leje ndërtimi, regjia të lutem nëse më rikthem foton e emisionit kaluar. Mos më lodh tani të. Jo, por e kam për audiencën, ose unë e di që ti e di, po unë e sqaroj me audiencën. Mos më lodh sepse tani siç është ajo, është identike, por në një shkallë shumë herë më të vogël, kur ti shkon e ndërton me leje për një shtëpi të vogël. A do bësh një shtëpi? Po. Ajo shtëpia jote, a ka konturet e gjurmës? Po, veri, jug, lindje, po. Gjurmë. Gjurmë, e ka gjurmë. Ka edhe oborrin, le të themi, nga ku shkon. Se jo për patë 200 metra katror, do ndërtosh 200 metra katror. Do ndërtosh një gjimi. Ashtu, tani e ka atë. Ti e ve gardhin ti aty kur fillon e bën. Këtë duhet të bëj pyetje unë ti. Ose atyre që e bëj. Po rrethon, sigurisht rrethohet ajo. Po atëherë po të them në koncept o zotëri nderuar. Ti në momentin kur ti depoziton një projekt, qoftë dhe fillestar, për mendimin tim është përfundimtar ai. Leça thot Nadmania e Surrelit, për mendimin tim është përfundimtar, po ai tani s'ka ç'zë se Zëmat thaj. U kuriozuesh e mat s'ka ç'a bën. Aty ka pas një projekt jo nga familja Trump. Ata janë thjesht për mendimin tim si e shikoj unë, ë? Se kisha pyetje unë këtë. E kam pyetje këtë. Çfarë është ai Trump? Çfarë janë këta Trumpi tani? Unë e shikoj kështu, Andi. Këta janë, si me thënë, domethënë, kur ti do bësh diçka, por nuk të shkon për shtatë e emri Andit, po të shkon për shtatë e emri Nardit. Po pse? Sepse në emrin Nardi ka një imazh më të madh. Ata harroni juve se të vika Ivanka Trump apo Jair Kushner dhe do u merka me Zvërnecin apo me atë le të themi Sazanin. Se nuk ka me miliona e miliarda ishuj të tjerë në Europë të duash ti, në Greqi, në Itali, që janë shumë herë më atraktiv se sa Zvërneci. Po sikur ta marrin më lehtë këtu tek ne për shembull. Jo, këtu u falet më lehtë. U falet. Në rregull, u falet. Aman, hajde merre. Se ma kalon baba dhe nona këto mua, Zvërnecin. Këtu jemi ne. Jo më lehtë. Kjo është historia. Aty është një produkt i xhiri i gjithi që vinë nga parat e pista të këtyre që sa po folën pak më parë. Kush thua që është emër politik i marrëveshjes, po themi? Absolutisht mo. Dhe jo dashur Ramës për të ndërtuar një lloj marrëdhënie, po lodhët më po heq të zinte ullir për të ndërtuar një marrëdhënie me familjen Trump, po lodhët është futur sa me njërin, sa me bordin e paqes, sa me Bibi Netanyahu, sa me të gjithë lobinjët e mundur, aq sa sot nuk ka zero marrëdhënie me Erdoganin, me vlla Erdoganin, ka zero marrëdhënie me motrën Meloni, ka zero marrëdhënie me Europën zyrtare, me Gjermaninë e me gjithë tjerët. Si domethënë që t'i bie në sy familjes Trump. Asaj familje që në 2016 i thoshte, po erdhi ky në pushtet si president, do jetë shkatërrimi i njerëzimit. Për këtë po flasim ne, Andi. Pra këtu halli nuk është problemi domethënë i shqiptarëve. Këtu problemi është si të rregulloj marrëdhënien e mirë Rama dhe nga krau tjetër dhe Berisha. Sepse nëse do ta kesh pjesë të debatit, këtu është të qash me oj më burr. Se në momentin kur ty të shpërthen një nga protestat më të bukura të mundshme. Kalojmë te protesta si temë? Ta mbyll dhe këtë dhe pastaj jep Lankozit. Okej, perfekt. Në momentin kur ty të shpërthen një nga protestat më të bukura që ka ndodhur ndonjëherë në këtë vend, më të bukurat realisht, më të bukurat, ty nga njëra anë domethënë të duket sikur Edi Rama është ai njeriu i cili pas të cilit fshihet gjenuiteti politik, dhe nga ana tjetër ty të hiqet le të themi një lloj waivers, sepse nuk është fiks non grata. Po, është një lloj pezullimi. Një lloj pezullimi për zotin Berisha. Pra, i çohet ujë atij të cilit mundësisht jo duhet ja presësh, por do duhet domethënë që ti presësh vit. Ti thash burimin thotë ti. Po, jo ti thash burimin, më është si puna e shiut në shkretëri them unë. Pra mua më çudit kjo mënyrë e trajtimit të gjës.
Ka atyre që duhet të apresësh një herë e mirë të drejtën politike, po flas, ti në momentin më të caktuar, çfarë i bën? U jep oksigjen. Dhe kjo pastaj është Diskutojmë edhe këtë. Regjia, të lutem, më kalo me siglin që të vjojmë diskutimin me Langozin për çfarë po ndodh me protestat, kërkesat e qytetarëve, energjia e niset tira me radhë. Sigla.